Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg pa afat për Gjovalin Shkambin, xhaxhain e Elvis Shkambit, autorit të vrasjes të gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja. Vendimi u mor pas kërkesës së prokurorisë pasi Gjovalin Shkambi kishte bërë deklarata publike në media, ku sipas organit të akuzës kanoste gjyqtarët që do të shqyrtonin çështjen e nipit të tij, duke thënë se të njëjtin fat si gjyqtari do të kishte kushdo që do ta dënonte Elvis Shkambin. Ndaj tij rëndojnë akuzat për kanosje të gjyqtarit dhe kanosje për kryerjen e veprave me qëllime terroriste. Pas deklaratës së dhënë në media, policia ndërhyri menjëherë duke arrestuar në banesën e tij në Shkodër. Ndërkohë familja e Gjovalin Shkambit ka reaguar përmes një deklarate për median, ku distancohet nga gjuha e përdorur dhe kërkon mirëkuptimin për gjendjen emocionale në të cilën ndodhej ai në momentin e deklaratave. Në reagim thuhet ndër të tjera: Pavarësisht se drejtësia nuk ka vendosur ende pikën përfundimtare mbi këtë çështje, ne nuk duam në asnjë mënyrë të përdorim gjuhë urrëtie ndaj personave që ushtrojnë detyrën e tyre dhe respektojnë proceset ligjore që po zhvillohen. Jemi të vetëdijshëm se kërcënimet nuk mund të justifikohen në asnjë rrethan, por kërkojmë mirëkuptim për gjendjen e rënduar emocionale dhe psikologjike në të cilën ndodhej babai ynë në ato momente. Urojmë që drejtësia dhe qetësia të mbizotërojnë dhe Zoti të bëjë atë që është më e mira për të gjithë. Deklarata mbyllet me kërkesën që mediat të shmangin përfshirjen e jetës private të familjes, duke theksuar se Gjovalin Shkambi është marrë në pyetje në një moment të vështirë emocional.